Keir Starmer u bë kryeministri I parë britanik që vizitoi Shqipërinë që kur të dy vendet vendosën marrëdhënie diplomatike në vitin 1921. Gjatë vizitës, ai njoftoi se Mbretëria e Bashkuar planifikon të ngrejë qendra kthimi për azil kërkuesit, kërkesat e të cilëve refuzohen nga Mbretëria e Bashkuar. Vetëm pak ditë pasi njoftoi planet e tij për të ulur migrimin e ligjshëm në Mbretërinë e Bashkuar, ky veprim mbi migrimin e parregullt është më shumë dëshmi e shqetësimit të kryeministrit për humbjen e votuesve në raport me partinë anti-imigracion Reform UK. Përpara takimit me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama për të nënshkruar një marrëveshje partneriteti strategjik midis dy vendeve, Starmer tha se Mbretëria e Bashkuar ka filluar bisedime zyrtare me disa vende për të ngritur qendrat e migracionit të kthimit për të dërguar azil kërkuesit jashtë vendit. Detajet ende nuk janë njoftuar, por është raportuar se këto ndoshta do të jenë në Ballkanin Perëndimor. Plani është krahasuar me skemën e Ruandës të qeverisë konservatore, por është I ndryshëm në një sër aspektesh. Sipas skemës së Ruandës, njerëzit që mbërrinin në Mbretërinë e Bashkuar në mënyrë të paligjshme do dërgoheshin direkt në Ruandë, ku do të përpunoheshin kërkesat e tyre për azil. Nëse pranoheshin, atyre do t'u ofrojë azil në Ruandë, jo në Mbretërinë e Bashkuar. Starmer anuloi planin me një nga vendimet e tij të para si kryeministër. Me planin e Partisë Laboriste, njerëzit do dërgoheshin në një tjetër vend vetëm nëse kërkesa e tyre për azil refuzohet. Ata kanë shtëruar të gjitha mundësitë ligjore për qëndruar në Mbretërinë e Bashkuar. Arsyetimi është se ata nuk do të jenë në gjendje të zhduken në ekonominë informale dhe në aktivitetet e paligjshme në Mbretërinë e Bashkuar, pasi një kërkesë për azil nuk do të ishte e suksesshme. Qëllimi I të dy planeve është të jenë si një pengesë për migracionin e parregullt dhe të ulin kostot e larta të strehimit të migrantëve pa dokumente, azil kërkuesve në Mbretërinë e Bashkuar, gjë që është bërë një çështje e madhe politike. Plani I qendrave të kthimit ka gjithashtu miratimin e agjencisë OKB-s për refugjatët, e cila dënoi ligjshmërinë dhe praktikisht zbatimin e skemës së Ruandës. Shqipëria ishte një nga opsionet e preferuara të Mbretërisë së Bashkuar për një qendër për migrantët e kthimit, por gjatë një konference të përbashkët për shtyp me Starmer, Edi Rama tha se Shqipëria nuk do të marrë pjesë në një skemë të tillë. Kjo ndoshta ndodh sepse një marrëveshje e ngjashme me Italinë deri më tani ka qenë e pazbatueshme ligjërisht dhe politikisht. Sipas marrëveshjes së migracionit Itali-Shqipëri, të nënshkruar në nëntor 2023, Shqipëria do të priste në dy qendra italiane përpunimi emigrantët e kapur në det, por pasi u përball me sfida të shumta ligjore, Italia po I përdor ato si qendra riadhesimi. Të dy vendet ngritën një task force të përbashkët për të luftuar rrjetet e krimit organizuar që po lehtësonin hyrjen e paligjshme të shtetasve shqiptar në Mbretërinë e Bashkuar. Starmer e filloi vizitën e tij në portin e Durrësit, ku zyrtarët britanik dhe shqiptar të zbatimit të ligjit janë të vendosur si pjesë ke task force së përbashkët për migracionin me Shqipërinë. Starmer tregoi se grupi I punës do të zgjerohet për të përfshirë edhe vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, kjo për shkak se rruga e Ballkanit Perëndimor është një nga rrugët kryesore migratore për në Evropë. Rama, I cili sapo fitoi zgjedhjet, ishte plotësisht I vetëdijshëm për ndjenjat e votuesve ndaj Mbretërisë së Bashkuar. Ka patur gjithashtu protesta në vend kundër marrëveshjes aktuale të migracionit me Italinë. Çdo marrëveshje e re, veçanërisht me Mbretërinë e Bashkuar, mund të jetë politikisht e dëmshme për qeverinë shqiptare. Starmer deklaroi se qeveria e tij është plotësisht e përkushtuar për forcimin e lidhjeve me Shqipërinë dhe nënshkroi një marrëveshje partneriteti strategjik me fokus mbrojtjen dhe sigurinë. Starmer dhe Rama thanë të dy se partneriteti do zgjerohet në samitin Britania e Madhe, Ballkani Perëndimor, që Starmer do të organizojë në Londër në vjesht dhe do të përfshijë rritjen e tregtisë, investimeve në ekonomi, arsim dhe menaxhim të migracionit.